الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Të nderuar vëllezër, jemi në kapitullin e 3 prej librit Riyadus Salihin. Më herët I kemi marrë di kapituj. Kapitulli I parë ka qenë lidhje me sinqeritetin dhe niyetin, ndërsa kapitulli I dytë ka qenë lidhje me teuben, pra me pendimin. Tani jemi në një kapitull shumë të rëndësishëm për muslimanin. Këtu do të flitet për hadithet të cilët përmbajnë kuptimin apo rëndësinë e sabrit, pra durimit. Sabri, durimi është një cilësi me të cilin duhet të cilësohet besimtari që të ketë sukses në dynja dhe në ahiret. Është gjë shumë e rëndësishme dhe Allahu Gjelle Gjelaluhu në shumë ajete në Kur'an neve në nxitën që t'jemi durimtar. T'jemi sabërli. Allahu Gjelle Gjelaluhu pra I lavdron ata të cilët bëjnë sabër dhe me këtë sabër ata korrin sukses në dynja dhe në ahiret. Hadithin e parë që do ta marrim në këtë kapitull është një hadith I gjatë. Është një hadith I gjatë ku përmenden disa çështje, ndoshta dikun 8 çështje përmenden, vetëm njëra prej këtyre është në lidhje me sabrin. Dhe kur analizojmë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, zakonisht pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam kur I ka këshilluar sahabet, po ashtu edhe neve, ummetin e tij, me një hadith nuk flet vetëm për një çështje. Edhe kur është pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për diçka, ai është përgjigjur, domethënë për atë pyetjen, po ashtu ka dhënë edhe informata tjera që janë ndriçojnë muslimanit jetën pra. I jep domethënë informata, udhëzime, normal domethënë që janë të dobishme për besimtarin, dhe hadithet pra nuk kufizohen vetëm me një udhëzim. Zakonisht kështu është. Ka shumë udhëzime në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pak fjalë, shumë kuptime. Në hadithin e parë pra, ne do të marrim disa udhëzime në mesin e të cilave është edhe sabri, Vetëm me një ajet du të filloj këtë kapitull që është shumë I rëndësishëm. Allahu Gjelle Gjelaluhu thot, ja ejuhalladhina amenu sbiru wa sabiru. Imam Neveviu me këtë ajet e ka filluar kapitullin e sabrit. O ju që besoni, bëni sabër, thot. Bëni sabër dhe do me thonë këtë sabrin shpërndanjen mesin e juaj, o besimtar. Çfarë vjen kjo? Isbiru wa sabiru, do me thonë bëni sabër që mos binin mëkate, po ashtu bëni sabër, sabri të jetë një cilësi, do me thonë me të cilën ju cilësoheni në kryerjen e adhurimeve. Dhe do t'i marrim ne, do me thonë sa lloje të sabrit ka, të durimit. A vetëm një në fatkeqësi apo disa lloje të sabrit. Këto do t'i marrim inshallahu teala. Do të filloj me njëherë me hadithin, sepse hadithi është pak I gjatë, përmban shumë vlera dhe udhëzime, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, këtij sahabijut ose sahabëve krejt, por hadithin e transmeton një sahabi I cili quhet Ebu Malik. Ky sahabi quhet Ebu Malik el-Harith ibn Asim el-Esh'ari. Fillimisht ne kemi metodën kur e shpjegojmë hadithin, folim pak për jetën e këtij sahabijit I cili e transmeton hadithin. Ky sahabi ka qenë nga fisi Esh'ari. Është fis prej Yemenit, me prejardhje prej Yemenit. Ky sahabi është prej sahabëve, do me thonë, që ka kontribuar për fenë Allahu Gjelle Gjelaluhu, ka sakrifikuar. Në krejt betejat ka marrë pjesë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka dërgu ndonjë ushtri serie, I thonë gjuhën arabe, ushtri të vogla, kur ka dërgu andej këndej, e ka vendosur si komandant këtë sahabiju. Ka pas, do me thonë, cilësi të, do me thonë, liderit, të udhëheqe. Po ashtu, ky sahabi, fisin e vet, kur ka shku te fisi vet,
u ka bë thirrje dhe përmendet në librat e biografisë të sahabëve, u ka mësu njerëzve të vet, fisit vet, cilësinë e namazit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Se si është falur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka mësu njerëzit e vet. Po ashtu ka marrë pjesë në çlirimin e Sirisë dhe aty ka ndruar jetë nga një pandemi, e cila ka qenë shkak për vdekjen e shumë sahabëve si Ebu Ubejde ibn al-Jarrah e tjerë. Ky sahabi pra ka dhënë kontribut të madh në përhapjen e fesë Allahut Gjelle Gjelaluhu, i cili quhet El Harith. Po ashtu, ky sahabi ka ndruar jetë në vitin 18 të hijretit në udhëheqjen e Umar ibn al-Khattabit radhiyallahu anhu. Ky sahabi e transmeton, unë do ta lexoj hadithin komplet arabisht, pastaj do ta lexoj shqip dhe pastaj shkurtimisht ose do mundohemi sa më mirë ta shpjegojmë hadithin. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فيعتقها أو موبقها. Këtë hadithin e transmeton Imam Muslimi në librin e tij, hadithi është i saktë. Ky sahabi i ndershëm thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Et-tuhuru shatrul iman." Pastërtia është gjysma e imanit. Shikoni, tema jonë është sabri. Imam Neveviu e ka sjellë këtë hadithin në kapitullin e durimit të sabrit, por hadithi përmban shumë vlera dhe shumë udhëzime. E para është prej këtyre vlerave që na mëson i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, pastërtia o musliman është gjysma e imanit. Subhanallah. Muslimani është i pastër. Muslimani është i pastër në trupin e tij, është i pastër në teshat e tij, është i pastër në vendin ku e kryen namazin, po në vendin ku jeton, në ambientin që qarkullon, është i pastër. Muslimani nuk ka mundësi të jetë i ndytër, i pist, s'ka mundësi. Feja Allahut nuk ta lejon. Edhe nëse e ka natyrën dikush, nuk është shumë i pastër, o vëlla, mora të pastrohesh për ta fal namazin, muslimanje. Kusht është. E këtu themi se gjysma e imanit është çfarë? Pastërtia. Këtu po ashtu bën pjesë edhe pastërtia e shpirtit. Ama ajo që është në rend parë është pastërtia, domethënë fizike, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, et-tuhuru shatrul iman. Dikush mund të thot, po ne e dim se domethënë shtylla e islamit është namazi. Namazi bën pjesë të madhe në islam. E tash çfarë u bë gjysma e imanit e besimit u bë pastërtia. Si mundet domethënë? Po, ama çai namaz që është shtylla e islamit nuk ka vlerë pa pastërti. Ai mbështetet mbi pastërti. Themelin e ka pastërti, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda." Allahu nuk ja pranon namazin, domethënë askujt që e prish avdesin derisa të marrë avdes. Kur të ketë nevojë gusl të marrë. Edhe ajo bën pjesë në këtë term që e ka përdorur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur të kesh nevojë për gusl, gusli. Kur të kesh nevojë për avdes, avdesi, pastrimi i teshave, rrobave, pastrimi i vendit. Krejt këto pra marrin pjesë në gjysmën e imanit. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas kësaj këshille dhe udhëzimi, domethënë që është bazë në fenë e Allahut pastërtia, thot: "Walhamdulillahi tamla'ul mizan." Fjala elhamdulillah çfarë? E mbush peshoren. Peshoren e ditës së gjykimit, ku dhe maten veprat e robërve. E randon, e mbushën, thot, peshoren. Fjala elhamdulillah. Çfarë do të thot? Falënderimi i takon Allahut, lavdërimi i takon Allahut, sepse fjala hamd nuk përkthehet thjesht vetëm falënderim. Aty ka lavdërim, aty ka madhërim ndaj Allahut xhelle xhelaluhu.
Krejt llojet e lavdrimit, do me thonë, marrin pjesën në këtë term elhamdulillah. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillah tamla'u al-mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani ma bayna as-samawati wal ard. Po ashtu fjala subhanallah dhe përsëri thot elhamdulillah mbush hapësirën mes qiejve dhe tokës. Çfarë vlere kanë këto dy fjalë? Subhanallah, elhamdulillah. Mbush aq sevap, aq vlerë kanë te Allahu xhalla xhelaluhu, e mbushën gjithat hapësirë që është mes qiejve dhe tokës. Këtu çfarë themi? Subhanallah. Subhanallah, po ashtu edhe në sejdë subhana rabbiyal a'la kur themi, po në ruku subhana rabbiyal azim kur themi, krejt janë, do me thonë, të njëjtin kuptim e kanë. Kuptimi është se Allahun e lartësojmë, e madhërojmë, duke deklaruar se Allahu është i patmeta, pa noksannoke. Allahu nuk i afrohet asnjë mangësi. Ai i posedon emrat e bukur dhe cilësitë e larta të përsosura. Tash vim pyetje, do me thonë, çash lehtë është, do me thonë, me di fjalë ti i mbushish qiejt dhe tokën me sevape? Po vëlla musliman, nëse e thush me sinqeritet, me bindje, duke besuar në përmbajtjen e këtij fjalëve, e mbushën, se pejgamberi Allahut kështu na mëson. Në atë peshoren e ditës së gjykimit, ku dhe maten veprat e robërve, e dijmë se me një anë janë veprat e mira, në anën tjetër veprat e këqija. E tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, këto fjalë elhamdulillah peshojnë shumë, domethënë, në vagën ose në peshoren e ditës së gjykimit, ditës së llogarisë, shumë peshon. E dikush mund të pyete, po namazi ku është, sadakaja ku, domethënë ato adhurimet e mëdha, ato domethënë krahasohen me këtë fjalë? Po, në disa raste këto fjalë mund të peshojnë më shumë se namazi, ama namazi i kujt? Namazi atij që e bën për si e faqe. Bon namaz për sy e faqe. A dikush tjetër thot subhanallah me sinqeritet, cila vepër ka më shumë vlerë te Allahu? Subhanallah i ka. Ama këtu asesi nuk duhet kuptohet se nuk e fali namazin, se në zgjohem për sabahun, më vjen rënd jacia, hajde tham subhanallah dhe dehin xhennet. S'ka ashtu. Krejt e kanë vendin e vet. Ama mund për shembull ditën e gjykimit kanë mbet baraz, punët e mira dhe punët e këqija. Filani falet namaz, po edhe bën gibet, i ka hin hak dikuj, barazohen. Atëherë mund të thosë shumë punë fjala subhanallah. Atëherë mund të thosë shumë punë fjala elhamdulillah. Mini herë i randon, do me thonë, ato veprat e mira në peshore. Prandaj mos i minimizojmë asnjë adhurim, asnjë punë të mirë, t'i bëjmë me sinqeritet, edhe nëse duken se janë të vogla. Pas kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, was-salatu nurun. Udhëzimi tjetër që kalon këtë hadith. Namazi është dritë. Namazi është dritë që ta ndriçon rrugën për në xhennet. Ta dim se njeriu me namaz, me lejen e Allahu xhalla xhelaluhu udhëzohet në rrugën e drejtë. E shef rrugën, nuk shkelen në balt, apo? Nuk hin në gropa, nuk pengohet në pengesa, sepse kjo jeta e kësaj dynjaje ka pengesa, ka sprova. Me namaz njeriu qetësohet, lidhet me krijuesin e tij dhe e gjen rrugën e drejtë me lejen e Allahut, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, was-salatu nurun. Namazi është dritë. Namazi ndriçon. Namazi i jep nur besimtarit edhe në fytyrë, edhe në zemër, po edhe rrugën në të cilën pra në këtë jetën e kësaj dynjaje, namazi është drita e besimtarit. A shihni më herët ne e përmendëm në fillim se pastërtia është gjysma e imanit. Dhe pastaj këtu, mbas disa këshillave pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, namazi është dritë, namazi është nur. E ki namaz që në ndryqon neve jetën, ta dim vëllezër musliman, se pa atë kushtin e parë nuk ban.
pa gjysmën e imanit, e cila është pastërtia, nuk pranohet te Allahu xhalla xhelaluhu. Pra namazi ndërtohet mbi pastërti. E këtu i shohim në udhëzimet shumëta apo në këtë hadith, ta dim vëllezër se Islami nuk është vetëm një vlerë. Nuk është vetëm sabër. Nuk është as vetëm namaz. Nuk është as vetëm sadaka. Ne kur marrim krejt këto udhëzime, atëherë jemi në rrugën e drejtë. Se dikush fal namaz, andi bën gibet. Dikush jep sadaka, andi përgojon. Andi në anën tjetër, çfarë e përmend kat, e bën për sy e faqe. I thot atij që i ka ndihmu, unë të kam ndihmu. E prishën. Krejt duhet, si një puzzle që është, duhet ato cilësitë e besimtarit duhet krejt ne t'i përmbajmë në karakterin tonë, në jetën tonë, t'i reflektojmë edhe namazin, edhe sadakan, edhe pastërtin, edhe dhikrin, edhe subhanallah, edhe elhamdulillah e kështu me radhë. Pra nuk është vetëm një. Nuk është vetëm një gjë të mirë të bësh. Duhet krejt, t'i bashkoje besimtari në jetën e tij. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, namazi është dritë dhe mos haro, pa namaz njeriu do të ngelen errësirë dhe do ta humbe rrugën. Namazi është shtylla e fesë Allahut xhalla xhelaluhu. Pastaj thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam, was-sadaqatu burhanun. Sadakaja, lëmosha është argument. Argument çfarë? Mund të themi lirisht se është dokumenti i besimit të besimtarit. Ajo sadaka, ajo lëmosh që jepet për hir të Allahut xhalla xhelaluhu, pas ju e faqësi. Apo pa një të keq. Sinqerisht për Allah që jepet, ajo është si një dokument. E dini kur kemi probleme për shembull ose me bankat ose me me dikë tjetër me borxhet, nëse është shkruaj, ke dokument, ke argument, thosh që e kum paguaj, që e kam dhënë. Edhe sadakaja për besimtarin është argument. Ama cila sadaka? Cilën sadaka melekët e shkruajnë në tefterin, në fletorin, në librin e anës së djathtë. Ajo sadaka që jepet për Allah xhalla xhelaluhu. Ajo zevend, sepse melekët ato informohen se kush e ka sadakan me sinqeritet. Nëse është dhënë ajo sadaka për t'i mbush sytë e njerëzve, për t'i fituar lavdatat e të tjerëve, kjo nuk shkruhet tana, te libri i punëve të anës së djathtë, po shkruhet te ana majt. Pluhën bahen, sepse ai e ka bë për t'u lavdru, apo për përfitimet e kësaj dynjaje. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam neve na tregon se sadakaja është pra argument për imanin, për sinqeritetin e besimtarit. Pastaj i dërguari sallallahu alaihi wasallam vazhdon të na këshilloj, të na udhëzoj me këtë hadithin të cilën e transmeton El Harith, was-sabru diya'un. Sabri është shkëlqim. Erdhëm te tema Imam Neveviu që e ka titulluar këtë kapitull Babu sabr, kapitulli i durimit. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, sabri, durimi është shkëlqim, diya'un. Ai njeri që tregon sabër në këto sprovat e kësaj dynjaje, ai me lejen e Allahut, nëse është sabërli, nëse është durimtar, do të gjejë rrugën e drejtë. Dhe do t'i përballoje sprovat, vështërsitë e kësaj dynjaje. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw alayka." Kur'ani është argument pro teje, është argument kundër teje. Më thënë Kur'ani, ky libër që e ka zbrit Allahu xhalla xhelaluhu udhëzim për njerëzit, është argument pro teje, argument kundër teje. Si bëhet argument pro nesh? Si mund në favor ton të jetë Kur'ani, libri i Allahu xhalla xhelaluhu? Mund të jetë
me lexim, me meditim dhe me praktikim. Me këto gjëra mund të jetë, domethënë në favorin ton, libri i Allahut xhalla xhelaluhu. Për ndryshe është kundër nesh, argument kundër nesh. Prandaj Allahu xhalla xhelaluhu thot: Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyadhakkara ulul albab. Kjo është libër të cilin e zbritëm, është i begat, mubarak. Çfarë? I bekuar, i bereqetshëm. A çkaç? Jo, liyadabbaru ayatihi, që njerëzit ti meditojnë këto ajetet që janë në Kur'an dhe të marrin mësim ata që janë të mençur. E nëse ne i meditojmë, marrim mësim, e futim në praktik Kur'anin, është në favorin tonë, elhamdulillah. E nëse e lama të Kur'an të plunoset në rafta, ose e varim me një gosht, e dini si ka kanë pak ma herët, e varin me një gosht në këllëfin e bukur, të zbukuruar, edhe 10 vjet nuk preket. Asnjëherë nuk lexohet. Asnjëherë nuk i lexohet kuptimi, ose të shkohet ndonjë ligjërat, e kam lexuar Jasinin, çfarë thot surja Yasin? E kam lexuar Fatihan, çfarë thot surja Fatiha? Ta ngjoj një domethënë komentim. E nëse plunoset në për rafta Kur'ani, nëse qëndron në për muret e shtëpisë, atëherë ta dim se Kur'ani është kundër nesh. Argument dhe jetë kundër nesh. Po edhe në qoftë se e lexojmë, ama nuk e praktikojmë, prap kundër nesh është. Ne do mundohemi ta praktikojmë maksimum librin e Allahut xhalla xhelaluhu. Dhe në fund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Kullu an-nasi yaghdu faba'i'un nafsah." Çdo njeri del në mëngjes, gdhin, domethënë del në mëngjes dhe e shet veten. Subhanallah. Domethënë, çdo njeri prej nesh dalim sabah, e qesim vitin në pazar. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e shet veten. E ku ja shesesh? Fa mu'tiquha aw mubiquha. Nëse ja shesesh Allahut xhalla xhelaluhu dhe e kalosh atë ditë në kënaqësinë e Allahut, i nënshtrohesh Allahut dhe ikish nga ndalesat e Allahut, ti ja ke shit nefsin tënd, veten tënd ja ke shit Allahut dhe e ke shpëtuar, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çdo njeri prej njerëzve del në sabah, e shet veten e tij, o e shpëton veten e tij, o e shkatron, thot. E umubiquha. E ku ja shet veten e tij dhe shkatrohet? Nëse ja shet nefsit të tij, domethënë defrimeve, kënaqësive të kësaj bote që janë kundërshtim me fenë e Allahut, dalësh nga kufit e Allahut, ja shet veten e tij shejtanit, iblisit, atëherë që e ka shkatruar veten e tij. Ndërsa nëse ja shet Allahut, e ka shpëtuar nefsin e tij. Tash hadithi më kaq mbaron, po unë dua të fokusohem tek tema, domethënë e kapitullit tonë, sabri. Shumica e njerëzve mendojnë se të bësh sabër është një lloj. E theve kamën, ta futën në gips kamën dhe nuk bërtasish, domethënë nuk bërtasish, e mbash veten, kjo është sabër, apo? Edhe kaq. Shumica e njerëzve mendojnë se kur të godet ndonjë fatkeqësi dhe ti nuk qesesh za, nuk bërtasesh dhe ti i je sabërli. Po, e vërtet është një lloj i sabrit është ki, ama të dim se ki është sabri më i lehtë. Dietarët e kanë klasifikuar apo e kanë ndaj në 3 pjesë sabri. Dhe sabri numër 1, ndoshta që është më i vështirë, është sabri në ato gjëra që janë të lezetshme, tërheqëse për njeriu, por i ka ndaluar Allahu xhalla xhelaluhu, ti tu rezistosh. Mos i bësh ato që domethënë të vinë të shishme, tërheqëse. Nuk i bësh ato për hir të Allahut xhalla xhelaluhu. Pra sabri që mos bijem në mëkate. Kjo është më e rënda. Ndoshta prej më të rëndave, të llojeve të sabrit. Ta ofron banka kreditin për të bënë një biznes të madh.
për të blerë një banes, për të blerë një makinë të mirë. Domethënë kamatën. Shumë e lehtë. Ta kënaq zemrën ajo makinë e re, apo? 2025, 2026 modelin. Lehtë. Da pagushti nga dal këtë. Po kur të kujtohet fjala Allahu xhalla xhelaluhu se ai që merr kamat ka shpall luftë me Allahun dhe pejgamberin e tij, kjo të ndalen. Dhe më njëherë bësh fren, e ndalish veten. Bësh sabër. Po në këtë kohë që është bërë shumë e lehtë amoraliteti, apo zinaja. Domethënë kjo është prej kënaqësive të kësaj bote. Ama ti e frenojsh veten se Allahu nuk i don ata që janë të pamoralshëm. Ki sabër, ki lloj i sabrit është më i vështirë se ai kur kije domethënë ndonjë fatkeqësi. Po? Domethënë edhe llojet e tjera që janë tërheqëse për njeriu, janë domethënë të lehta për njeriu, po njeriu u reziston për hir të Allahut xhalla xhelaluhu, bën sabër, bën durim, që njeri domethënë është i lavdruar te Allahu subhanahu wa taala. Kjo është lloji një prej llojeve të sabrit. E dyta është njeriu të bëjë sabër, durim në kryerjen e adhurimeve. Në stinën e dimnit marrësh avdes me ujë të ftoftë. Don sabër. Ta ngresh atë jargonin, atë batanien, atë çarxhavin në kohën e namazit të sabahat kur është gjumi më i shishëm. Don sabër. Ndoshta je lodh gjithë ditë të punu dhe të mbyllen syt në kohën e jacis, po thush, jo, nuk flej tash se më hikën jacia, me e fal jacin. Kjo është një lloj sabri, durimi, vendosmërie për hir të Allahut xhalla xhelaluhu. Apo? Domethënë ti bësh këto gjëra. Atë pasuri që ta ka dhënë Allahu xhalla xhelaluhu, i mendosh investimet që do t'i bësh në të ardhmen, ama thush zakatin duhet ta. Dhe e nxjerrësh nga xhebi jot, nga kaca jote atë sasi të pasurisë, se Allahu ta ka obligu zakatin. Po edhe si nafile, si vullnetarisht u ndihmosh me sadaka, me lëmosh nevojtarve. Ndërsa ajo parë, kush nuk e don parë? Apo? Kush nuk e don pasurinë? Ama ti bësh sabër, rezistosh qefet tua dhe e bësh atë adhurim. Pra sabri gjatë kryerjeve të adhurimeve. Kjo është di, dhe e treta që e përmendëm në fillim, sabri kur kemi fatkeqësi. Vdekje, smundje, borxh, tortura të ndryshme psigjike, shpirtërore, fizike nga njerëzit që i kemi për rreth. Krejt këto janë sprova të rezistosh. Dhe Ibn Uthejmini e përmend se njerëzit gjatë sprovave kanë 4 qëndrime. Dhe e përmendën e para është ajo që nuk i takon muslimanit. E para është ai njeri që nervozohet, se një man ndjenjat dhe nuk i përballon sprovat. Dhe këtë e bën me gjuhë, me zemër dhe me gjymtyr. Si e bën? Kur e godit ndonjë fatkeqësi, ai është i dëshpëruar hepten, domethënë krejtësisht në zemër. Dhe mendon se Allahu i ka bërë zullum, pa drejtësi. Edhe e shqipton me fjalë, a mu më gjetë be? Kjo. A mu më gjetë kjo sprov? Apo? Dhe po ashtu me gjymtyr, i shkosh, i gris teshat, i shkullën flokët, e godit veten e ti me shuplaka. Ka kështu njerëz, apo? Gjatë sprovave. Edhe me gjymtyr. E ky njeri është i dështuar. Faza e dytë, ose lloji i dytë gjatë sprovave, çfarë qëndrimi kanë? Të bësh sabër. Ndjesh keqardhje të madhe. Apo? Domethënë brendin tënde. Shumë domethënë keq ndihesh. Ama nuk e shqiptosh me. Nuk thush, a bë ku më gjet mua, domethënë. Pse mua më gjet kjo sprovë? Jo, nuk e thush, bësh sabër. Edhe kjo është një gjë e mirë. Apo bësh sabër, dhe as me gjymtyr domethënë nuk reagosh diçka domethënë negativ. Tamam, edhe kjo është mirë. Po faza e tretë ose qëndrimi i tretë i njerëzve gjatë sprovave është të jesh i kënaqur.
rida që themi. Ti jesh razi, të ka ndodhë smundje, të ka ndodhë, do me thënë, humbje e pasurisë. Ajo kjo. Kjo është si mes me ndodhë kjo fatkeqësi. A që je i kënaqur, o Allah, tamam, piteja është, do me thënë, nuk e thush elhamdulillah, po je i kënaqur. Nuk kje kur një farë shqetësimin në zemër. Ka gjithë. Allah, caktimi Allah. Dhe ajo më e vlefshmja, qëndrimi 4, ka thënë Ibn Uthejmini, është njeriu gjatë sprovave kur e falenderon Allahun subhanahu wa ta'ala. I vdes fëmia, elhamdulillah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur i ka ndodhur ndonjë fatkeqësi, ai çfarë thoshte? Elhamdulillah ala kulli hal. Falënderimi i takon Allahut në çdo gjendje. Ambërzit. E ka godit ndonjë sprovë, kështu ishte udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ke humb pasurinë. Elhamdulillah Allah. Caktimi jot. Domethënë e shqiptosh, je razi me zemër. Po edhe e shqiptosh me falënderim ndaj Allahut xhalla xhelaluhu se nuk ka gjetë elhamdulillah ala kulli hal. E kjo është grada më e lartë e sabrit, ka thënë Ibn Uthejmini. Unë inshallah taala me këtë do ta përfundoj. Allahu na bëft që të marrim mësim nga këto udhëzime të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej Allahut nuk kërkojmë sprova, por nëse sprovohemi, Allahu xhalla xhelaluhu na dhash sabër e durim dhe dalim faqe bardh para Allahut xhalla xhelaluhu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.